Sot kur po flasim, kemi mbi 60 të mitur, të ndarë në qendrën me mos edukative dhe në qendrën korrektuese për të mitur, që pothuaj se ka aktivitete ditore, edhe kemi mbështetje të jashtëzakonshme nga shumë organizata dhe donatorë të ndryshëm, po ashtu edhe qendra korrektuese për gra, e cila nuk ndryshon asnjëherë, nga 14 deri në 50 është me vite kur janë këto shifra, edhe për momentin janë shembull të funksionimit të mirë. Natyrisht është sfidë e jashtëzakonshme trajtimi i rasteve të cilat në shumicën e rasteve nga gjykatat nxjerrin aktvendime për trajtim të detyrueshëm, e në raste kur ka mungesë të hapësirave në këto institute, neve gjyqtarët në fakt detyrohen që këta persona deri në krijimin e hapësirave, deri në krijimin e shtretërve atje, këta persona të mbahen në burgje, e që natyrisht që është vështirë, sepse shërbimi korrektues dhe departamenti shëndetësor nuk ka ekspert të cilët do t'i trajtonin këto raste, sepse vetë nxjerrja e një aktvendimi për trajtim të detyrueshëm do të thotë që këta duhet t'i nënshtrohen një ekzaminimi nga ekspert të fushës dhe jo nga mjek që funksionojnë në kuadër të spitaleve brenda burgjeve apo edhe nga zyrtarët e shërbimit korrektues. Mbetet sfidë. Pra personat të tillë me probleme mendore do duhet që trajtoheshin në Institutin e Psikiatrisë. Patjetër. Dhe në rastet kur atje ka kapacitetet kufizuara, gjyqtarët po vendosin që këta persona të trajtohen në shërbim korrektues. Por që jo të trajtohen, sepse nuk mund të ketë trajnim, po të mbahen. Të banojnë për një kohë derisa të bëhet një zgjidhje në Institutin e Psikiatrisë. Dhe ju s'keni kapacitete profesionale sepse as në kuadër të mandatit tuaj nuk e keni këtë obligim. Krejt ajo që ka neve mund të... Edhe vendimarrja e gjyqtarëve në çka po bazohet kur po i vendosin këto raste që të vinë në shërbim korrektues. Neve jemi të obliguar që t'i zbatojmë të gjitha aktvendimet, sepse në fundit jemi edhe agjenci që zbaton aktvendimet. Po çka nëse ndodh diçka me ndonjë prej këtyre personave? Natyrisht është sfiduese, sepse unë thash, neve jemi duke bërë të pamundur që së bashku me departamentin shëndetësor, së bashku me ekipet multidisciplinare, multiprofesionale, t'i trajtojmë këtë raste, po në shumicën e rasteve jemi gardian, apo ma mirë të them, jemi persona që kujdesemi në aspektin fizik që këta persona të mos i bëjnë dëm vetes, sepse sfida kryesore është këto. E sa i përket trajtimit natyrisht që mbetet të institucionet tjera, neve veç jemi në fazën finale, kemi filluar zgjerimin e kapaciteteve në Institutin e Psikiatrisë Forenzike atje, po shpresojmë që shumë shpejt do të krijohen hapësira të mjaftueshme që shërbimi korrektues i Kosovës mos të ballafaqohet me raste të cilat nuk janë në autoritetin ligjor që t'i mbajë. Sa raste të tilla keni pasur deri tani që kanë vendosur gjykatat parafarsisht? Ka raste të shpeshta, ka pasur raste me 10 në të kaluarën, por ka edhe sot mund të kenë me pak sa 10 raste mund të jenë.